Diçka e madhe po ndodh pas 15 tetorit, mos e nënvlerëso këtë shenjë. Pas 15 tetorit, qielli do të ndryshojë mënyrën si i dërgon energjitë në tokë. Një rreshtim i rrallë ujor do të prek disa shenja në mënyrë të fuqishme, si një valë që zgjon gjithçka që ka fjetur brenda shpirtit. Kjo është periudha kur universi nuk pyet më nëse je gati, ai vepron. Nëse ndjen nervozizëm, ëndra të çuditshme apo ndryshim të papritur në ndjenja, mos u tremb, janë sinjalet e transformimit tënd. Diçka e madhe po vjen dhe 5 shenja do ta përjetojnë si një përmbysje të plotë të fatit. Demi, një forcë e madhe po të shtyn të dalësh nga zona e rehatisë. Gjërat që ke mbajtur nën kontroll do të fillojnë të lëvizin vetë, duke të detyruar të përballesh me emocionet e vërteta. Pas 15 tetorit, një lajm financiar, një marrëveshje ose një vendim i dikujt pranë teje do të ndryshojë drejtimin e planeve të tua. Universi të kërkon të mos mbahesh më pas së kaluarës. Ky është momenti kur çdo përpjekje e bërë në heshtje do të shpërblehet në mënyrën më të papritur. Do të kuptosh se forca jote s'ishte asnjëherë në kontrollin, por në durimin dhe besimin tënd. Një ndryshim që duket si fundi, do të rezultojë të jetë fillimi i stabilitetit që ke ëndërruar. Mos e nënvlerëso shenjën që po të jep universi, ajo është bekimi yt i maskuar si sfidë. Gaforja. Emocionet do të thellohen dhe ndjeshmëria do të bëhet udhërrëfyesi yt kryesor. Universi po të përgatit për një moment ku do të duhet të lëshosh atë që s'është më për ty, një marrëdhënie, një kujtim apo një frikë. Pas 15 tetorit do të ndjesh një ndjenjë të fortë çlirimi shpirtëror. Diçka që të ka mbajtur prapa për shumë kohë, papritur humbet rëndësinë e saj. Ky është një shërim i vërtet, jo thjesht lehtësim, por rilindje. Një person që se prisje mund të shfaqet sërish, por këtë herë për të mbyllur një kapitull, jo për ta nisur nga e para. Në dashuri, energjitë janë të thella dhe të sinqerta, mos ki frikë të tregosh çfarë ndjen. Universi të kërkon të flasësh nga zemra dhe të ndjekësh intuitën, sepse ajo do të të çojë drejt bekimit tënd. Peshorja. Ky është momenti yt i balancës dhe përzgjedhjes. Diçka e madhe po afrohet në formën e një vendimi që do të ndryshojë rrugën jetësore. Pas 15 tetorit, gjithçka që ka qenë në pritje do të lëvizë me shpejtësi. Një marrëdhënie ose bashkëpunim i rëndësishëm do të vihet në provë dhe mënyra si do reagosh do të përcaktojë kapitullin e ardhshëm të jetës tënde. Mos lejo askënd të të ndikojë me fjalë apo dyshime. Energjia jote është shumë më e fortë se sa mendon. Një derë e re profesionale ose shpirtërore do të hapet, por vetëm nëse tregon guxim dhe qartësi. Universi po të teston përmes njerëzve, jo përmes fatit. Mbaje zemrën të qetë dhe sytë nga horizonti, ajo që duket e paqartë sot do të bëhet dritë pas 15 tetorit. Akrepi. Energjia që vjen pas 15 tetorit do të të trondit shpirtërisht, por në mënyrën më pozitive. Transformimi është fjala kyçe për ty. Do të shohësh qartë kush është vërtet pranë teje dhe kush po të mban peng. Mos ki frikë nga zbulimet, ato do të jenë dhurata që të çlirojnë. Në dashuri, dikush do të tregojë ndjenja të thella, por të frikshme për të dy. Në aspektin financiar, një mundësi e re lind nga një vend ku se prisje. Universi po e pastron terrenin për të çuar në rrugën e duhur. Në ditët pas 15 tetorit, çdo gjë që të largohet ishte pengesë për bekimin që po vjen. Mos kërko shpjegime, kërko kuptim, sepse yjet po të dërgojnë drejt ringjalljes tënde shpirtërore. Ujori. Fati yt po ndërtohet në heshtje dhe momenti kulmor do të vijë papritur. Pas 15 tetorit, një portë energjie do të hapet për ty, një rast që do të të çojë shumë përpara në karrierë ose në realizimin personal. Mund të ndjesh një shtytje të fortë për të ndërmarrë diçka që se kishe guxuar më parë. Universi do të vërë përballë një zgjedhjeje, të vazhdosh me sigurinë apo të rrezikosh për ëndrrën. Mos u trem nga e panjohura, sepse ajo fshet dhuratën e madhe. Një njeri me ndikim mund të bëhet urë drejt suksesit tënd, por vetëm nëse tregon autenticitet. Mos u përpiq të dukesh gati, bëhu i sinqert dhe hap zemrën.
Energjia e re do të të shpërblejë me mundësi që do të të çojnë në një nivel krejt tjetër shpirtëror dhe jetësor. Energjitë e pas 15 tetorit do të tronditin shumë shpirtra, por vetëm ata që dëgjojnë zemrën do të ecin drejt dritës. Nëse ndjeve që mesazhi të përket, shkruaj shenjën tënde në komente dhe le të ndjejmë bashkë këtë ndryshim të madh. Mos haro të abonohesh në kanalin Zëri i Universit, sepse çdo video sjell energjinë që mund të ndryshojë rrugën tënde. Universi po flet dhe ndoshta, ky është momenti yt për të dëgjuar.